Horoskopi ditor e premte 17 tetor 2025. Dashi, ditë shumë e veçantë kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Marsi do provokoj fantazinë dhe pasionin ndërmjet jush. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët do kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare dhe asgjë më shumë se sa aq. Gjithsesi do ndihen mirë. Në planin financiar do realizoni projekte interesante, të cilat do stabilizojnë situatën. Demi, duhet me patjetër të largoni rutinën nga jeta në çift gjatë kësaj dite, sepse përndryshe situata mund të bëhet edhe më delikate. Beqarët do fillojnë një etapë të re akoma më të bukur nga ajo që kanë kaluar. Shumë gjëra do jenë më ndryshe sot. Në planin financiar, situata do jetë goxha e ekuilibruar. Kjo do jap mundësinë atyre që kanë borxhe të shlyejnë sa më parë. Binjakët, beqarët do fillojnë aventura shumë interesante, të cilat mund të shkojnë edhe më gjatë se sa ata mendonin. Të dashuruarit nga ana tjetër do vendosin pak distancë me njëri tjetrin dhe asgjë nuk do shkojë si e kishin planifikuar. Në planin financiar do jeni të matur dhe të kujdesshëm. Për këtë arsye, gjendja do vazhdojë të jetë e mirë dhe pa probleme. Gaporja, do afroheni edhe më shumë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, që do keni më të lehtë të flisni për gjithçka me të. Edhe ata që kanë pasur një ftohje do afrohen më shumë me njëri tjetrin. Beqarët do kërkojnë një person të pashëm, të tjerat nuk ju interesojnë dhe aq. Urani do ju ndihmojë të përmirësoni situatën financiare pas një periudhe mjaft delikate. Luani, dita e sotme do jetë paksa e ndërlikuar për jetën sentimentale të çifteve. Do ju kushtoni vetëm rëndësinë ndjenjave dhe dëshirave tuaja, duke lënë pas dore tjetrin. Beqarët do kenë një ditë e zakonshme dhe pa ndonjë takim të veçantë. Në planin financiar, duhet të tregoni sa më të matur, sepse gjendja nuk është as pak e mirë për të bërë çmenduri. Virgjëresha, ditë goxha e mirë kjo e sotme për personat që janë në një lidhje. Nuk do ketë asnjë rrezik për konflikte apo për hatërmbetje. Beqarët do jenë në humor të mirë dhe gati të bëjnë edhe çmenduri, vetëm për të gjetur personin e përshtatshëm. Gjendja e të ardhurave do vi duke u përmirësuar lehtë. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që ju me njëherë të shtoni shpenzimet. Peshorja, jeta juaj në çift do jetë mjaft e trazuar sot. Asgjë nuk do shkojë si e kishit menduar, dhe kjo do ju mërzit pa mas. Beqarët do vazhdojnë të ndërrojnë për princin e kaltër, të cilin as sot nuk kanë për të atakuar. Do ketë ftesa, por nuk do joshin as pak. Financat nuk do kenë as më të voglin problem. Mund të kryeni pa frikë shpenzimet e domosdoshme. Akrepi, do zbuloni një anë tjetër të partnerit tuaj sot, e cila do ju pëlqejë prej masë. Do e dëshironi me pasion atë dhe do ndjeni krenar që e keni në krah. Beqarët do verbohen nga dikush dhe pa njohur mirë do pranojnë të fillojnë një lidhje. Dielli dhe Merkuri do ju ndihmojnë të menaxhoni si duhet të ardhurat. Gjendja do vi duke u përmirësuar. Shigjetari, do jepni më shumë prioritet se kurrë jetës suaj në çift gjatë kësaj dite. Çdo moment që ta keni të lirë, do e shfrytëzoni duke qëndruar pranë atij që dashuroni. Beqarët duhet të bëjnë edhe pak më shumë durim që të gjejnë personin e duhur. Në planin financiar do jeni të organizuar dhe mjaft të kujdesshëm. Shmangni shpenzimet e panevojshme. Britsjapi, ditë e paqëndrueshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do shkojë ashtu si e kishit menduar, por të paktën mundoni të mos e teproni me fjalë. Beqarët do jenë të fiksuar pas gjesteve të personave dhe asnjëri nga ata që do takojnë nuk do ambush mendjen. Për financat do jetë ditë me shumë fat, do ndjeni të qetë kur të shpenzoni. Ujori, ditë shumë pozitive dhe e këndshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do merreni vesh mirë me partnerin tuaj, do i sqaroni edhe problemet e vogla. Beqarët do bëjnë shumë përpjekje për ta gjetur princin e kaltër, dhe në fund të ditës do ja dalin bankë. Në planin financiar duhet të tregoheni të arsyeshëm dhe të mos kryeni asnjë shpenzim të pamenduar. Peshqit, debatet dhe mosmarrveshjet në çift do shtohen edhe më shumë gjatë kësaj dite. Të dy do jeni strikt, kokfort dhe nuk do bëni asnjë tolerim. Nëse vazhdoni kështu, lidhja do marrë tap tjetër. Beqarët do përfitojnë nga çdo ftesë që do ju bëhet për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Mundësitë do jenë të mira. Parat nuk do jenë shumë të mira. Kujdes me shpenzimet.